pak sa e çuditshme qysh lëvizja vetëvendosje nuk po angazhohet pak më shumë për ta zgjedhur presidentin. Barra këtu i bie lëvizjes vetëvendosjes, domethënë nuk po shihet në horizont ndonjë interesim madje për zgjedhjen e presidentit. Këta njerëz përgjithsisht janë jo serioz, nuk janë qasur në mënyrën e duhur gjetjes së zgjidhjes. Ata kanë hyrë tashmë në kornizat e fushatës sepse duket sikur zgjedhjet janë pashmangshme. Unë mendoj që opsioni i vetëm tashmë janë zgjedhjet, sepse siç duket askujt nuk po i intereson që të gjejë zgjidhjen. Është pak sa e çuditshme qysh lëvizja vetëvendosje nuk po angazhohet pak më shumë për ta zgjedhur presidentin, sepse kjo do t'i siguronte një mandat të sigurt 4 vjeçar, pastaj duke pas parasysh që lëvizja vetëvendosje mandatin e kaluar e ka qut deri në fund dhe ka realizuar programet që i ka pas, ato janë programet e asaj partie dhe sado që sulmohet ato prapin programe politike të lëvizjes vetëvendosje, të cilat siç e tha zoti Kurti, duket sikur elektoratit i kanë pëlqyer dhe do t'i çojë deri në fund. Nuk ka pasur angazhim të tillë nga asnjëra palë, as më pak nga ata të cilët e kanë përgjegjësinë dhe i kanë punë të ndorë, sepse sado që do të mundoheshin Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 6 deputet, LDK me 15 deputet, apo edhe Partia Demokratike me 23 deputet, nuk ka numrat as për siguruar në shkrimet madje. Prandaj barra këtu i bie lëvizjes vetëvendosjes që është partia më e madhe, partia e cila ka kapacitet për të siguruar numra, për të siguruar nënshkrime, për të kandiduar njerëz, për të tërhequr eventualisht ata të cilët i ka kandiduar nga partia e saj. Prandaj nisur nga gjitha këto rrethana e duke pas parasysh edhe situatën e krijuar në Kuvendin e Kosovës në ato 2-3 seanca që janë mbajtur ku ka pasur një polarizim të skajshëm edhe në kuptim pozicionimit partijak edhe në kuptim të gjuhës që është përdorur nga gjitha palët, domethënë nuk po shihet në horizont ndonjë interesim madje për zgjedhjen e presidentit. Janë edhe 2 javë, mirë po janë harxhuar 2 javë të tjera, janë harxhuar më shumë se 2 javë të tjera. Prandaj kjo tregon që këta njerëz përgjithsisht janë jo serioz, nuk janë qasur në mënyrën e duhur gjetjes së zgjidhjes. Një skenar do të mund të kishte qenë një ofertë për Partinë Demokratike të Kosovës, sepse siç edhe thot zoti Kurti zakonisht në paraqitjet e tij, 81 vota nuk janë të mjaftueshme sepse nuk ofrojnë siguri për ta zgjedhur presidentin. Dhe vërtet që është delikate, është në kufet e vet. Ndërkohë takohet me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me cilën nuk mund t'i bëjmë më shumë se 81 deputet bashkë me pakicat jo serbe të cilat e përkrahin zotin Kurti. Domethënë, një skenar është me PDK, skenari tjetër është me LDK-n, eventualisht sikur ti bashkëngjitej Aleanca, mirë po Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tashmë është deklaruar që nuk do të hynte në situata të tilla, në koalicione të tilla. Ashiqare po, lëvizja vetëvendosje edhe me pakon që e ka miratu për 200 milion euro, praktikisht ka hyrë në brenda fushatës, është brenda kornizave të fushatës. Partitë opozitare me një retorik ashtu paksa trimëruese për vete, duket sikur po imponohen te elektorati si subjekte politike të fuqishme nga cilat mund të pritet diçka, nga cilat mund të shpresohet diçka, por duket sikur janë paksa të hutuar, paksa konfuz. Dhe në anën tjetër edhe zonja Osmani tashmë e ka nisur fushatën, madje edhe pa e kry mandatin e saj me atë turin nëpër disa komuna, të cilin po e vazhdon edhe tash me qasjen që zhvillojnë stafi i saj, ish stafi i saj, sepse nuk e di tash si mund të konsiderohen ata, kanë hyrë tashmë në kornizat e fushatës, sepse duket sikur zgjedhjet janë pashmangshme.